Më 2 prill, në ditën botërore të ndërgjegjësimit për autizmin, Qendra Kombëtare Terapeutike dhe Rehabilituese për Fëmijët organizoi një aktivitet të veçantë me temën Autizmi dhe arti krijojnë botë të reja. Në këtë event të mbushur me kreativitet dhe emocion, fëmijët e qendrës bashkëpunuan me maturantët e liceut artistik Jordan Misja në Tiranë për të krijuar vepra artistike të veçanta. Qëllimi i aktivitetit ishte të promovonte ndërgjegjësimin dhe të nxiste përfshirjen sociale të fëmijëve me autizëm, duke përdorur artin si një mënyrë të bukur për të shprehur emocionet dhe idetë e tyre. Në udhëheqjen e terapistëve dhe pedagogëve të arteve, fëmijët dhe të rinjt krijuan së bashku piktura dhe punime artistike, duke ndarë përvoja dhe duke ndërtuar ura miqësie. Të pranishëm ishin prindër, mësues dhe profesionistë të fushës, të cilët e vlerësuan nismën si një mundësi të shkëlqyer për të afruar fëmijët me autizëm me komunitetin dhe për të treguar talentet e tyre. Aktiviteti përfundoi me shumë buzëqeshje dhe duartrokitje, duke lënë pas një mesazh të fortë për rëndësinë e artit dhe përfshirjes.